Po, familja ime më ka komunikuar që duhet të dalë urgjentisht nga shtëpia e Big Brother të ndërpres këtu rrugtimin tim për çështje gjyqësore. Dhe në qoftë se e bëj mirë këtë mision, do vi të më takoj vllai ime do ma bëj. Për zotin, do ma bëj. Tjetë. Mami o vllai. Në vllai se mami se besoj që vim. A do vi vllai, për zotin. Ti quro, kisha shumë nevojë. Së më besoj. Edhe qa do vjej aty në Prime. Unë nuk duat qaj në Prime. Qaj këtu pakën. A ndodhe diçka? Pres një sekundë, lutëm. Mujna më këmu diçka. Besoj se do dalë. Ma, pse? Një më se një kështu si. Jo, se ti hike. Është krejt okej. Nuk e një që ka ndodhur. Pero më tha familja ime që duhet të lë shtëpinë për një çështje gjyqësore. E nuk e soqam. Nuk e di, ato më thanë kështu, po unë nuk e di. Në qoftë se është ndonjë gjë tjetër. Kam shumë frikë. Kam hallin në mesës në time. Kam i natë në vinë për qarë, më janë keqë. Apo do të përshapu? Si. Të që dreqë. No. Unë me të atë më të keqë, se vetëm ajo që më shqetëson. Po ti e mendon, Sanet nuk do të thosh më Do lësh të shtëpinë nesër. Po ti mund të dalësh për një arsye komplet tjetër, jo për atë që mendon ti. Nuk do të lini në këtë gjendje, o Dolce. Nëse unë ja kam kalu me vërtet shumë mirë, kisha shumë nevojë të rri. Po rri mos na thuj lam të mirën akoma, tani prit. Unë djeva keq. Unë djeva keq se në fillim mendova se kishte në një gjë serio, në një gjë të frikshme. Misioni është mision e duhet ta kryesh deri në fund. E do, more. Për qa qanë të? Ore, do nuk devi panzere. Por favore. Ja? Apo ju shqetësoj pak? A më dëgjoni apo jam hije unë e këtu? Nuk devi panzere. Capito? Nuk duhet të qash, si qatë ti? Kur të rësh me një person 24/7, kur të bëjsh që me të, të ish me të, të rësh me të. Po mirë, mamë, që dhe ka, kjo, ne... A mojë ty s'kom pa kur që shtët? Kur kush më ka po që shtë? Kur në jetë, kështu që qëtashtë e nga hibin 100% që nuk është veç pëlqim. A mu s'duhet me prej kur s'duhet. Ndryshon gjatë që edhe nesën e vëtos, adin. Come on, e di. Hej, të lutem. Ti du të më nej këtu për ta, që të që tjetë. Nëse vllai i madh më dha një mision për të bërë, normal që do ta bëja, do ta çoja deri në fund. E bukur e keq që ishte, më erdhi për të qarë se
Normal e ngarkuar shumë jam nga gjërat e mia jashtë. Edhe normal që më vinë për të qarë në çdo moment, po nuk qaj dot edhe gjeta edhe momentin që unë mund të shfryja gjitha të siklet që kam. Dolce duket se ka luajtur